Shtetet e Bashkuara mund të tërhiqen nga roli i tyre ndërmjetësues në konfliktin Rusi-Ukrainë, nëse nuk shfaqen shenja të qarta për një marrëveshje të mundshme brenda disa ditësh. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, gjatë një deklarate pas takimit në Paris me përfaqësues europian dhe Ukrainas, tha se Washingtoni nuk do të investojë kohë të gjatë në një proces që nuk jep rezultate. Rubio nënvizoi se presidenti Donald Trump mbetet interesuar për paqen, por është i gatshëm të tërhiqet në mungesë progresi. Ai përmendi gjithashtu rolin e rëndësishëm që mund të luajnë vendet si Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania në këtë proces, duke i konsideruar ata partner konstruktiv në përpjekjet për arritjen e një armëpushimi. Presidenti Amerikan Donald Trump është pranë tërheqjes nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, nëse brenda pak ditësh nuk shfaqen sinjale konkrete që kjo iniciativë mund të japë rezultate. Këtë paralajmërim e dha sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, gjatë një vizite në Paris, ku u zhvilluan bisedime të përbashkëta me lider europian dhe përfaqësues Ukrainas. Rubio theksoi se Washingtoni nuk ka ndërmend të angazhohet në një proces të zgjatur pa garanci për sukses të shpejtë, duke shtuar se, megjithse Trump mbetet i përkushtuar ndaj idesë së paqes, ai është i gatshëm të tërhiqet në mungesë përparimi. Takimi në Paris, i mbajtur në mikpritjen e Francës, shënoi një moment të rëndësishëm diplomatik, pasi për herë të parë në një tryezë të vetme u ulën zyrtar të lartë amerikan, ukrainas dhe europian për të diskutuar hapat konkret drejt përfundimit të luftës. Rubio vlerësoi kontributin e vendeve si Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar në këtë proces, duke i cilësuar si partner kyç në përpjekjet për një armëpushim të qëndrueshëm.